lideri i Partisë Demokratike, pra zoti Sali Berisha, i cili mendoj se kish kaluar kohën e tij dhe tani është kthyer në një kohë tjetër që nuk i takon atij. Kohën e tij ai e zauroi me të mirat dhe me të këqijat, me avantazhet dhe dizavantazhet deri në 2013. Kthimi pas për më tepër në 2021 ishte shumë sepse erdhi dhe në mënyrë të dhunshme, e ndau Partinë Demokratike dhe dha mesazhe, do të thënë që ai nuk ka ndryshuar në perceptimin publik, pra është i njëjti lider që ka qenë edhe në kohët më të vështira të tranzicionit shqiptar. Pra, duke udhëhequr nga filozofia e dhunës, keni parasysh fjalori i tij ka qenë fjalori i revolucionit, i mosbindjes civile, i bllokimit, i shkatrimit. E kam fjalën këtu që jo vetëm po ju e keni parasysh, ai tha do të shkatroj SPAK-un dhe të gjitha këto besoj që ndikuan.